Nderuar kryetari i komunës tonë, Zotri Ramez Ladroci, nderuar drejtari i TKA-s, Zotri Muhamet Gjokaj, të nderuar anëtar të stafit menaxherial të shkollës, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës dhe të pranishëm tjerë.
lutë me pas durimin më ngrit në kam, e unë më këty për janës të kunder për arsye se i këna vendos emrat në zonca për bal ideologët të qykës në anën tjetër nga qenë projekte në zonca. Mirë se erdhët në programin festiv për ditën e shkollës sonë. Jemi mbledhur së bashku për të kaptuar 28 majin ditën e shkollës, ku u dhe njëkohësisht është datitja e heroit kombëtar Femi Ladrovci, emrin e cilit me nder dhe krenari e mban shkolla e vet. Fillimisht, ftoj drejtorin e shkollës zotërin Rizimikën për një fjalë mbasti. Përshëndetje të gjithë të pranishëm, nderuar kryetar Ladrovci, drejtori i DKA zoti Gjoka, nën kryetara Benshala, shumë miq dashamir, nxënës të dashur. I respektuar zoti Recep që na ke bën derë, dhe shumë veteran të arsimit, ish drejtor zoti Alilaj, veteran i arsimit Kurte Zogaj, zoti Isak Neziri, gjithë të pranishëm mos jes borxh dikuj. Falenderojmë shumë, jena mirënjohës që jeni pjesë e kremtës së ditës shkollës. Sot ishëm jashtëzakonisht mirë se ka orë kryetari i bashkisë islamit zoti Valem Beçuku, mje ketë që se dikosh shumë ka bëjt me përshëndet, po me zemrën i përshëndes gjithë, prezenca juj e banë edhe ma malshtore këtë kremtimin e ditës shkollë. Mirë, po një përshëndetjet veçantë e kam për familjarët e nxënësve të vrarë të shkollës tonë, dhe gjithë familjarët e të shkollëve të atende e të rejde. Jo me prezencën e juj nga këmë nderu jashtëzakonisht shumë, emrat e tyre do t'jenë emra ndryques të lirisë Kosovës në përjetësi, atë që do t'jetoj kumbi shqiptar do t'jetojnë përballë ideologët e ushtrisë shqiptare të Kosovës Femi Ladrovci. Na jena të privilegjuar dhe jemi krenar që shkolla jonë e mban emrin e një burri i cili një jetë kishte punuar për ëndrrën e tij e vetme ishte liria Kosovës, dhe sot me punë dhe me angazhim të nxënësve, të stafit, me bashkëpunim me komunitetin dhe me bizniset, edhe punët dhe rezultatet e shkollës tonë na bëjnë krenare. Një përshëndetje të veçantë për zënës drejtorin e shkollës 19 marsit e Prizrenit, zotin Betyqi, gjithë drejtorët e drejtorive komunale, drejtorët e shkollave, stafin e kryetarit Ladrovci që po kanë punë mrekullueshme dhe po e ndryshon drenasin për të mirë, falenderoj për pjesëmarrjen. Dhe në pikat shkurta pata dëshirë që të ju kisha lutur për qetësi, në pikat shkurta pata dëshirë që t'ju informoj për rezultatet e shkollës tonë. Na i kemi 2 paralele të klasëve të mëdhta, të cilët e kanë kaluar mesataren mbi 4.4. Shkolla jonë në nivel vendi ka shënuar rezultatet jashtëzakonshme, ngritja e notës mesatare këtë vit ishte jashtëzakonshme. Kështu që vetëm në mesin e këtyre 2 klasëve, dikon i kemi parafërsisht 23 nxënës të cilët janë të shkëlqyshur, ndërsa 22 nxënësa nga 12-ta nxënësa mesatarën e tyre nga klasa parë në përfundim të vitit e kanë 5.0. Neve na bojnë shumë krenar dhe ju urojmë shumë sukses. Këto të arriturat e shkollës tonë janë falë stafit, falë bashkëpunimit me prind, falë prokurorës të komunës, falë njerëzve të mirë, prindve, donatorve. Na kemi rritë që të marrëm pjesë në gara në nivel të Kosovës dhe në shumë lami kemi marrë çmime bashkë me nxënësit tonë. Jem shumë krenar me punën e tyre, nesë këtë vit e kemi dekadën e 4 si shkollë mesme teknike në Drenas, dhe jena krenar me punën dhe angazhimin e stafit tonë, me përkrojnë e prindve dhe të nxënësve tonë.
Le të theksohet se për këtë vit, që 2 vite jem shkolla më e madhe për nga numri nxënësve në nivel të Republikës Kosovës si shkolla mesme profesionale. Kjo na ban krenar se jo vetëm që jem numerikisht shkolla më e madhe, mirë po jem shkolla që ke marrë më shumë të mirënjohje në garat në nivel republikan duke përfshirë shkencat teknike, sportin dhe në garat e matematikës. Nxënësit tonë në një garë në shkollën Don Bosco, shkollat jo publike, private, kanë arritur gjatë gjithë vitet nga vendi i parë deri në vendin e tretë të renditen me projektet e tyre inovative dhe na bojnë jashtëzakonisht krenar këtë vit nxënësit e telekomunikacionit e kanë zonë vendin e tretë, unë i përgëzoj, falenderoj publikisht angazhimin e nxënësve, po edhe të profesoresha dhe të profesorëve të arritrat e nxënësve edhe në garat sportive, projekti i fëmijëve, i cili përuru sot, pllaka përkujtimore është rezultat i grupit të arkitektëve të nxënësve të shkollës tonë bashkë me profesor, që na bojnë shumë krenar dhe jam shumë falenderus për këtë projekt që kanë bërë në mënyrë të veçantë. Lejoni që mos të harroj edhe kompaninë Shehi, e cila ka qenë financuese dhe ka bërë donacion gjitha shpenzimet e projektit të nxënësve. Një falenderim të veçantë ja adresoj komunës Drenasit kryetarit, i cili shkollën tonë ka pajisur me kabinete, duke përfshirë nga kabinete infermierisë, kimisë, fizikës, ekonomisë, kabinete të cilat të teknologjisë informative, dhe kabinet dizajn konfeksion, kabinete të cilat e lehtësojnë mësimdhënien dhe personelit shkollës ja lehtësojnë punën me nxënës. Për ndryshe jemi, edhe pse jemi një staf bukur i madh i profesorëve, ne jemi pajisur dikon me 93%. Profesorët të shkollës tonë janë të pajisur me laptop, falë 2 gazë dhe përkrahje se 2 gazë. Unë deshta me si informat, por mos më marrë shumë kohë, në zonë sa tonë i përcjellëm, e kemi një grupë që i përcjellëm pasi të përfundojnë vitin shkollor në shkollën tonë, neve na bojnë krenar me regjistrimin si në Kosovë, si në fakulteti jashtë Kosovë, për arsye se tregojnë rezultatet mira dhe janë në mënyrë i primë fakultetet që kanë vështirësi dhe konkurrencë të fuqishëm, nxënësit nga shkolla ju regjistrohen bukur, mund të them se janë të renditur të parë në disa fakultete, në disa të dytë. Kjo na ban uni makranar me punën e mësimdhënësve, me angazhimin e tyre që notat dhe vlerësimet janë reale, për arsye se kur shkojnë në një konkurrencë në provimet pranuese, na bojnë shumë krenar me punën dhe angazhimin e tyre. Ne jena shumë mirënjohës se shkolla jo nuk mundet me funksionu pa bashkëpunim me biznise, për arsye se jem shkollë profesionale. I kemi mbi 26 marrëveshje me biznise lokale dhe i kemi angazhu ofër 38 vizitat praktike dhe profesionale. Këtë vetë kemi pas një vizit edhe në Tiranë me nxënës tonë për të shkëmbyer përvojat e praktike dhe profesionale, por mos thonë se nuk ka vend i rëndësishëm në Kosovë ose fabrikë që ndërlidhet me profilet e shkollës tonë, që nxënësit tonë nuk kanë bërë vizitë. Në shkollën tonë janë të aplikuar edhe 2 drejtime të mësimit dual, automekanik dhe drejtimi i përpunimit drurit. Gjithë nxënësit e shkollës tonë janë duke kryer me sukses praktike në vendin e punës. Jena shumë mirënjohës për kompanitë, për donatorët që kanë dhënë bursa, edhe që i paguajnë fëmijët tonë, nxënësit e shkollës tonë, ata që cilët janë të angazhuar 100% gjithë klasa e përpunimit drurit, gjithë klasa automekanikëve janë në kompanitë private dhe janë i kemë krah të zhvillimit shkollës tonë, i kemë krah të ndihmës. Jam mujmi me të bashkë për arsye se këtë vit i kemë mbi 22 bursa. Fal donatorëve, fal edhe profesorëve të shkollës, stafit menaxhues, janë mbi 22 bursa që u kanë marrë nxënësve të shkollës tonë. Është më rëndësi të thuhet, mendoj se fal angazhimit, fal punës të përbashkët me aktivet profesionale, shkolla jonë ka arrit të ruaj këtë numrin e nxënësve vetëm duke u nështruar tregut të punës, për arsye se drejtimet që i kemë janë jashtëzakonisht të kërkuara në tregun e punës, dhe fal angazhimit, fal profesorëve, fal stafit profesional të shkollës tonë, na kemë rritë që të ruajmë mbi 1500 numrin e nxënësve, po edhe të kemë një shkollë dhe të nxënësit tonë të bojnë emër të mirë,
jo vetëm nga e kalura, nga historia jonë e lavdishme si regioni Drenicës, po sot nxënësit tonë në ka nivel të Kosovës, e ora e në shkenca teknike janë pajisur me njohje. Kështu që jem shumë falënderues edhe na bëjnë shumë krenar. Por mos më lodh shumë e ftoj në kryetarin e komunës për një fjalë rasti. Faleminderit si padore. Faleminderit. Faleminderit shumë vetë. Nderuar kryetar të Groci, Petër Nika, profesorë të parsive fetare, të nderuar mësimdhënës, veteranë të arsimit, prindër, të nderuar nxënës. Urime dita e shkollës. Shkolla juaj është e privilegjuar, pse dhe me privilegjuar, sepse mbon emrin e një heroi, një strategu, një politologu, një personi i cili ishte shquar në luftrat në krahasi, dhe në momentin kur kishte ardhur Kosovë, tashmë reputacioni i tij kishte arritur. Këtë ditë na kujton sigurisht të gjitha ato vujtje, të gjitha ato sakrifica, të gjitha shqetësimet, të gjitha ato paqartësitë që kemi pasur në nxënës. Sot kur e shoh këtë lloj këtu, shoh shumë mesin e tyre shumë emra. Edhe sigurisht janë bashkëpunëtor të ne, edhe të Muhamedit se kemi qenë në gjenerat. Të dashur nxënës, ju i nderoni dëshmorët, i nderoni herojët, duke arritur suksesin, që po besoj që po bën çdo ditë më shumë. Mos u ndani, vazhdoni me tutje. Të dashur nxënës, ju e nderoni heroinën, e nderoni të gjithë rrëmet, duke kryer punën tuaj me nderë dhe sukses. Më të ndani kujtim, dola publike e herojt ishte zëri dhe pamja e shokës. Dhe sigurisht të ne të rinj që ishin atku kanë gjallë shumë besim, kanë gjallë siguri. Dhe në momentin kur e kemi pas, kur kemi taku në Dërdes, për shembull, ka qenë një ndër momentet më të rëndësishme, më krenore për mua si nxënës. Po besoj për gjithë të asaj kohe, sepse kemi ndinë se në litarët të afërt do të vjen liria dhe nuk do të ketë sigurisht vujtje. Po liria pa gjak nuk vjen. Edhe me shumë të rënë, me shumë nxënës, me shumë fëmijë, me shumë prindër e moshtarë, të shukë sigurisht, të cilët e të rëndë balë armikët. Edhe njëherë, urime dita shkollës, lavdi të gjithë herojnëve, lavdi herojt, i cili edhe bashkë me heroinën të reguan se lufta nuk ka gjeni dhe se të dy gjenit janë meritori për lirin tonë. Urime. Ne kemi ndarë 22 milioj bashkë me drejtorin e arsimit në mbrëmjen e maturës për klasën e 12-ta, për mos më humbë kohë, ftoj kryetarin e komunës që të ndonë 2 milioj për kryetarët e klasëve më të mira me rezultate dhe me mesatare më të larta. I ftoj 2 kryetarët e klasëve që të vinë të marrin miliojet. Drejtoria e shkollës gjithashtu ndonë mirënjohje edhe për kompaninë Shehe për realizimin e përmendores në ambientin e shkollës tonë. Ftojmë përfaqësuesin e kësaj kompanie, zotërin Krishtik Sheho, për të marrë mirënjohje. Për të shënuar rëndësinë e kësaj dite, ne nxënësit së bashku me mësimdhënësit tanë, kemi përgatitur një program modest, kulturo-artistik dhe pika tjera nga profilet profesionale me karakter edukativo mësimor.
Femela Drovce është një nga figurat më të shuara të historisë tonë kombëtare. Me luftën e tij për lirinë e Dheut, ai vullosi një kapitull të lavdishëm për popullin tonë. Ftoj para jush nxënësën Suela Mala për të paraqitur një biografi të ideologut të UÇK-s Femela Drovcet. Femela Drovce. Femela Drovce ishte njëri ndër themeluesit dhe komandantët më të shuar të ushtrisë qytetare të Kosovës. Njëri ndër arkitektët kryesorë për lirinë dhe shëndërtimin e Kosovës. Emri i tij na nderon dhe një herat na obligon për punë dhe për kushtem më të madh në ngritjen e cilësisë së arsimit të brezave tonë. Ne, si institucion edukativ arsimor, e ngrisim në pjedestal figurën e tij vetëm me punë të palodhshme dhe rezultate të treguara në procesin mësimor. Dhe në këtë mënyrë bëjmë nderimin jo vetëm për të, por edhe për të gjithë heronjtë dhe të rënët për lirinë e Kosovës o të dashur. Ata arkitektuan lirinë e Kosovës, ne ndërtojmë të ardhmen. Femela Drovce, qyrsi nxënës së shkollës fillore e përjeton të rënd robërinë e Dheut të tij. Ai si i vogël e ndjente thellë në vete se kishte lindur për luftë. E këtë do ta kuptonte edhe më shumë kur mësuesi dhe poeti Fazi Grajqevci vdes nga torturat e kushtuesit serb. Gjatë rrugtimit të jetës kishte lecuar dhe mësuar aq shumë për historinë e kombit dhe personalitetin e tij të shuara, dhe po në mendjen e tij kishte vendosur që edhe ai në vetë do të ishte si njëri nga ata. Për të folur për veprimtarinë patriotike dhe ilegale të heroit tonë Femela Drovce, është pothuajse e pamundur të përshkruar me fjalë. Duhen depth të tëra dhe nuk do mjafton tek puni fjalën për të të shkollës. Theksoj se ishte shumë e vështirë për të marrë me veprimtari patriotike. Ishte sakrificë e jashtëzakonshme edhe për gjithë familjen, sepse ata pastaj ishin në shënjesër të armikut gjithmonë. Mirnjohës përgjithsisht prindërve të fëmijët, të cilën me krenari përballuan të gjitha torturat e kushtuesit serb dhe mbetën të pathyeshëm me idealin e lirisë. Përkroja e prindërve dhe e familjes e bëri edhe më të fortë fëmijën viganin e lirisë. Dhe kishte ardhur dita e shumë pritur, ku ai do deklaronte gjatë luftës përpara gazetarit të BBC-s, më shtrenjtë është liria se jeta. Dhe këtë e vërtetoi me luftën e lavdishme dhe sublime, të cilën e bëri deri në ditën e fundit të jetës së tij, ku në altarin e lirisë nuk e dhuroi vetëm veten e tij, por edhe të bashkëshortës së tij, heroinës Gjella Drovce. Programin e fillojmë me monologun e fuqishëm Pit e humbur, të cilin interpreton nxënësja e klasës së 11 Kaltrin Osmani. Një piskan tokën ka lëkundun, kërkon shqipja bite humbun. Nana thret, djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur në lokja i bzan birit, shkrep rufeja kup qerit. Ret e zeza, nisin turbohen, breshën lotësh mbide lëshon. Thirja nanës, trënqethë mishin, duhma e saj, thellë djek shpirtin. Thirja nanës, t'fut gjallë në dhe, biri nanës falë morë ku je. O shqiptar, qanë shumë vunite, në më të zotit po të bëj një lutje. Nëse ndodhesh nuk unë gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Folë me nanën, pashtë madhen zot, mos e len të mbytu në lot. Se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin sytë saj. Dit e natë, mendjam ty, lotin malit pik
gjakun sy, i bjen kurit e bën copa, i bjen fotrës e qahe toka, në qov zhavir, në gjama thirjen, mos ja këthena në lokës shpinë, ktheje birë kryt prej në mdheut, fal me nanën, fal mor buri dheut. Shmalluni titullohet monologu kushtuar familjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Interpreton zënësja e klasës së 10 Elmedina Gjemajlaj. Shmalluni me dheun e kushtrimit, të besimit, të ikballit, të fatimes, të valdetes, të shabanit, të hamzes, e të ademit. Shmalluni me gjakun e jasharve, shmalluni me shpirtin e tyre të shenjtë, e pastaj ndaq vajtojeni, ndaq bekojeni, si të doni, por mos harroni se ky dhe është ujitur me gjakun e tyre. Ky dhe që emrin e ka Kosovë. Shikoni o njerëz të mirë, edhe nëse dikush ka vdek të ignu, ata vdeqen me këngë në gojë, sepse kanë ditë se ky dhe nuk blihet, ky dhe nuk shitet, ky dhe vetëm bekohet. A morët vesh, afrohuni, merr njerë, s'ka parfum Evrope, ka erë djerëse, është djerësa juaj, ka erë gjaku, është gjaku i prindve tuaj. Bëtheni këtë dhe, të betohemi se vetëm të bashkuar të mbrohet ky dhe. Dhe burimi këngës luqeve mi përcjell. Hej, fort po ngro ky diell, edhe trima në përmet mi sjell. Mi përvel nga ky diell i konsime, shtrisi shekuj nagime, dhe raganti shqiptarët flakëron, pa ku
Poezinë e Gjashvishtës, Jam të mirë në të temia, e në këmpërtëm para jush nxënësja klasës së 10 Dorela Elshoni. Shoqëron me një vi melodike nxënësja Elsora Topole. Jam të mirë vendet e mia, që po më shtukni dal ka dal. Gjo modeli ushton duhia, kundet varta val mbi val. Ka një djel që ashtu i flakrue, ande i fillun ta shto veta. Jam të mirë atë i bekuën, jam të mirë për sa tjet jeta. Nesër Nadja kur mbine, rezja e djelit kamera, kush e di sa uje dhe, mu prej teje ka me mda. Po një veqa ret minore, po një veqa zoq të detit, veç për ty moj tokar flore, s'ka me vol kush ma muet shkretit. Ka me shkel tjera zale, tjera brigje, tjera dete, ka me ndjen tjera gju, tjera vende, tjera qytete, vendin tema s'ka me pa. Ka me prit promotër zeza, me i plunanës në shpitojnë tre, po kush e di vlau atëherë, kush ka tretet për në let. Para hyut në lojt lutja, o ju pjeshk të shqiptaris, kunder ju stip qka shtuta, veç një është loku i burnis. Lak të mirë ju mriza e stane, lak të mirë ju shkure e mreta, lak të mirë o ju armë të parve, lak të mirë për sa tjet jeta. Nxënësit e klasës së dizajnit shfaqin talentin e tyre përmes punimeve të shitura, në mbështetje të një qëllimi bamerës. Jemi krenar me nxënësit tanë, puna atyre është një shembull frymëzimi.
Vazhdojmë programin me një projekt tjetër, të cilin e sillim para jush grupi nxënësave ka arkitektura. Arkitektet e rinj janë Sefer Gashi, Verona Bujupi dhe Marikuna Shishoni. Shikim të këndshëm. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Unë Sefer Gashi, së bashku me 3 kolegë të mi normale, Marikuna Shishoni dhe Verona Bujupin, kur urzuam 3 vite të shkollës së mesme të drejtimit të arkitekturës me një projekt fantastik të një projektimi të shkollës së mesme profesionale. Në udhëheqjen e profesorit tonë Faik Thaçi. Një falënderim i veçantë. Projekti përfshin gjitha hapësirat shkollore në mënyrë të detajuar, me një dizajn bashkëkohor modern, duke përfshirë kryesisht materiale të drurit, ndërsa përdorimin e dyshemes, granit dhe parket. Siç e pat në dizajn, përfshihen gjitha hapësirat shkollore të një shkolle normale, por ka edhe shtesë diçka që nuk gjendet në Kosovë, që shpresojmë që vitet e ardhshme do të jetë prezente. Shkolla profesionale, si për shembull për drejtimin e aktrimit ose teatreve, ku përfshim edhe teatrin që mund të përfundoj edhe praktikën profesionale në të. Përshëndetje, unë jam Vëllori. Kontributi që ne kam dhënë në këtë projekt dhe me thonë është realizimi apo projektimi i sollës sportive. Solla sportive do të përmbajë një hapësirë shumë të madhe, e cila do të ketë edhe shumë tribuna ku shikuesit do të kenë mundësi me shikuar domethënë gara të ndryshme sportive, edhe do të jetë kryesisht me ndriçim natyral, që ndriçimi do të jetë i mirë dhe do të plotësojë të gjitha kushtet për realizimin e orëve mësimore të edukatës fizike, po ashtu edhe garave shkollore të ndryshme. Përshëndetje, unë jam Marikuna dhe detyra ime kryesore gjatë realizimit e këtij projekti ka qenë në realizimin apo dizajnimin e hapësirave të brendshme të shkollës, kryesisht shkollës edhe bibliotekës së saj, duke krijuar një ambient sa më mikroprieten, sa më të gjermuar dhe më të rrallë për nxënësit dhe mësnënësit në të njëjtën kohë, bazuar mbi parimin apo mbi konceptin se dia nuk është detyrim, por është një udhëtim në përputhje. Përshëndetje, unë jam Verona Bujupi. Puna ime është përqendruar në dizajn e hapësirave sociale të përbashkëta. Ideja jonë ka qenë që të krijojmë jo vetëm një ambient modern, ku nxënësit mësojnë, por edhe ku bashkëpunojnë, komunikojnë dhe krijojnë lidhje pozitive mes tyre. Në vazhdim do të shihni videon e cila është e punuar nga nxënësat e klasës së dizajnit dhe në video paraqitin gjitha punimet e dorës së tyre që e kanë bërë për projektin Bamerës.
ftojmë para jush për të prezantuar projektin e tyre. Sot ne përjetojmë në një kohë të teknologjisë dhe teknologjia gjithmonë përshkan edhe për zhvillohet shumë a shumë ndër vite. Po ashtu edhe komunikimin në teknologji po zhvillohet shumë a shumë. Për momentin, komunikimi përmes teknologjisë po bëhet pa tela dhe po bëhet përmes voleve elektromagnetike. Mirë për shkak që volet elektromagnetike nuk janë të padukshme faktikisht edhe ne nuk mundemi me po me sy, atëherë lind nevoja që me u kriju një pajisje e cila ndihmon në detektimin e atyre voleve edhe i paraqet ato në mënyrë vizuale. Kjo pajisje është ndërtu për dy qëllime. Qëllimi i parë është qëllimi edukativ, nxënës se abonenti vetë mundet me mësu ose me morë ma shumë informacione rreth voleve elektromagnetike edhe me arrit aftësi praktike shumë a shumë. Kjo është qëllimi edukativ. Pastaj është edhe qëllimi i sigurisë, ku një individ ose një objekt, si për shembull në shkolla ose në spitale, atëherë lind nevoja që siguria të jetë shumë më e madhe e mundshme. Në këto objekte ose në këto hapësira, atëherë kjo pajisje mundet me u përdor që me detektu të gjitha volet e Wi-Fi-s dhe Bluetooth-it. Pra, ideja kryesore, kur e kemi filluar me bë projektin, ka qenë që me mujt me kriju një pajisje funksionale që i detekton volet e Wi-Fi-s dhe Bluetooth-it edhe i paraqet ato në mënyrë vizuale. Kjo pajisje përdor një mikrokontroller STP32 që bën skanimin e për Bluetooth dhe Wi-Fi, bën dhe kontrollimin e gjithë sistemit të pajisjes. Kjo pajisje përdor edhe komponente të tjera si OLED display 1.3 inch që shfaqen emrat e Wi-Fi-s dhe të Bluetooth-it, gjithashtu dhe tregon një alert për rrjetet të cilat janë të dyshimta. Buzëri jep një sinjal me Z, pra bën një shurt kur detektohen sinjale të reja. LED ndriçon kur detekton pra sinjale. Përdoret edhe një Neo 6M modul GPS që tregon lokacionin e sinjalit, pra për nga vijnë këto sinjale, jep koordinata dhe përmes koordinatave gjendet gjerësia dhe gjeografike, gjendet dhe gjendet lokacionin tyre. Pjesën teorike vetëm me tregun kolegët e mia, edhe tash unë kam paraqitur pjesën e praktike të kësaj pajisjes. Kjo pajisje domthonë i përmban gjitha komponentet që i tregoi edhe Elsa pak më herët, po ashtu tregoi edhe qëllimin e ndina edhe si funksionon. Kena të paraqitur në domthonë se çysh ka funksionuar pajisja ju. Për shumë domthonë që ka detektu Wi-Fi, emrat e Wi-Fi-ve edhe ka tregu forcën e sinjalit qasoj Wi-Fi-e. Për shumë domthonë edhe një simbol këtu që po tregon që ky rrjet nuk është i sigurt. Po ashtu edhe të pjesa e serial monitorit tek pjesa e kodit që e kena paraqitur domthonë që ja u kena jop komandat pajisjes, domthonë e kena paraqitur edhe lokacionin se ku gjendet çaj rrjet që është i pasigur. Edhe kur e shumë domthonë del lokacioni pash i soj. Muj me paraqitur edhe kodin. Kjo është pjesa kodit domthonë ku i kemi paraqitur në gjitha me librari, me vende ku janë gjitha pajisje, edhe vendet ku domthonë jopën komanda pajisjes, edhe kjo funksionon tash domthonë sepse komanda diko krejt në rregull, janë vendosur vetëm se i vyn domthonë vend ku më kyç, edhe kjo funksionon vetëm. Edhe ç'kjo është pjesa e rezultatit. Për shembull, kjo është
një foto ku e kena paracitun edhe lokacion me GPS, që kjo është GPS-i që e detekton domethënë si një vendin e çati rrjedhi që është i pasigur. Edhe kur e kena përdorur për shembull, porzet e provuar me rrjet dunin, rrjet shkullës edhe lokacionin në paracitit domethënë bashkë të shkulla. Po shihet domethënë që pajisja funksionon edhe është funksional. Si përfundim, mujna me thotë që rrugtimi ka qenë këgja sfidus, ka qenë, prapë ka qenë një rrugtim këgja i mirë edhe që na ka ndihmuar shumë në aspekte të ndryshme. Ka pas sfida të ndryshme, ka pas probleme të ndryshme që me punë ekipore i kemi punuar dhe i kemi zgjedhur ato probleme. Edhe si përfundim, këtë mundi që kemi puna, kemi arrit që kjo pajisje, përpas që është funksionale, kemi arrit që me garu edhe në gorën që e ka bo qendra sociale Don Bosco, ku arritëm me nëzo vendin e tretë edhe një falenderim i veçantë normalisht që shkam për arsimtoret Eduna Zekaj, Gjemile Veseli dhe Ardila Rodonit që nga ka njohur një përkroje të vazhdueshme edhe falenderit shumë. Nën Lokës është titulli i monologut kushtuar në Nëse Adem Demaçit. Interpreton para jush nxënësja e klasës së 10, Fjolla Shala. Fryet e veriu, aksor, furtun, një në dyrë të burgut, mbështirë me gun. Prista ju në doshme, me një buqe në dorë, prista ju luke nga 5-6 dorë. Prit hallo prit dhe pak, e zemra nonës, pikon të gjak. Sa herë që hopaj, ajo shqipoj mali, syti bën të 4, mos po i vind të djali. Kështu prista ju në dashur, nga burgu në burg, oke mëngjes, dreke musk, prej zyre në zyrë, prej dere në derë, prista ju luke, dimër e verë, djallit hallo, ka hyrë në punë të këqia, që duhet ati bashkim Shqipnia. Rote kratë nëna, unë nuk kuptoj, vetëm djallin tim dua ta shikoj. E kam rritur e shkolluar, me djerë se thoj, që ti qeli sytë në tërë të mësitoj. I kërcinu është një lokës, me grushta e fjall, e zena nanës, në shumë me të volë. Edhe shtota ti kisha, i qeli lukës goja, gjithë rrugës ti, prap të ti dërgoja. I hynin djallin e qeli, ja bënin me gishta, të ka urdhër nona për vizit, të flasë servishë. Qeshej, djallushi qeshej, po si të pranoj, mua nëna në djep, vetëm shqip me mësoj. Tërbëroshin bishat, në logën e linin të pres. Deri sa një dit, ajo lodhët, e vdes. Por nëna edhe vdekur djallin e kërkon, a i zingjirve të burgut e mderu plën. Bota po quditej, prej nga vjen kjo fuqi, o kur nuk thyet a i që gjakon liri. Programin e vazhdojmë me pikën muzikore Lulebor, që interpreton para jush nxënësja Arbes Prokshi. Tu ishe ditur
nderon mësimdhënësit, Merit Krasniqi dhe Vjollë Selçani për kontributin dhe punën e palashme të tyre rreth realizimit të këtij programi. Gjithashtu një falënderim i veçantë shkon për profesorin e muzikës, Zotri Hajzer Gjoshin. Duke falenderuar pjesëmarrësit dhe duke shpresuar se keni mbetur kënaqur me pikat realizuese nga antësit tanë, programin e përmbyllim me vallën e mrekullueshme festive, të cilën e interpreton para jush grupi i nxënësve valltar të shkollës së. Faleminderit që na nderuat me prezencën tuaj, gëzuar ditën e shkollës, shihemi në festat e tjera. Dhe gjithashtu kolektivi i shkollës së mesme profesionale Femilla Drovci i uron datindjen drejtorit të shkollës, Zotri Lulzim Nika, duke i uruar shëndet